organizatori për këtë performancë jashtëzakonisht bukur, ndërkohë e ftoj edhe drejtorin e ansamblit Skënder Gashi, zotri Gashi, mirë se erdha. Zotri Thaçi. Zotri Thaçi, më falni. Mirë se erdha dhe faleminderit për këtë performancë jashtëzakonisht bukur. Mirë se gjetëm, faleminderit juve që po na japni hapësirë me qenë bashkë në ditën më të shajtë të Kombit Shqiptar. Urime për ju, për vajzat edhe për gjithë ata që po na ndjekin për festën e 28 nëntorit. Zotri Thaçi, çdo herë performoni kështu për festat e nëntorit? Me thonë drejtën, nga festa e pavarësisë të Kosovës deri në mbylljet e vitit që i bjen data më e mirë shqiptare 28 nëntori është performanca tona që na lidhen me sinëtyrë. Mirë po më thuaj një herë për aktivitetet përpas kësaj që e the prej fillimit deri në fund vitit, si po shkon gjithçka, sa antar nëse mund të them kështu, sa valltar ka ansambli juaj e gjitha këto? Thonë drejt, aktivitetet kulturore të vitit 2025 i kemi shpalos edhe në muajin maj në këtë studio me festivalin Damastian Folk, i cili është një festival i lidhur mes 3 shteteve, në Republikën e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë. Është festivali që mbahet në Durrës, Kurben, Prishtinë dhe në Kishnicë. Neve kemi pas një morit të madhe të festivaleve nga, si që thash, nga 17 shkurt i vitit 2025 dhe dikon po përfundon me 12, 13, 14 dhjetor ku do të jemi në festivalin e vallave popullore në Bjellovar të Kroacisë dhe në Osijek do të jemi përndër ditës së flamurit. Tani në mesin e këtyre gjithë aktiviteteve, ansambli ka vizituar 2 herë Republikën e Bullgarisë, 3 herë Republikën e Shqipërisë, të shumë festivale mrana për mrana. Tash se fundi me kthye edhe prej festivalit Ardhmëria jonë në Gjilan, ku kemi marrë edhe vendin e dytë në Garim në valle popullore. Gjithandaj festivale, programe artistike, festa. Pra me sa shojnë i zgjeruar edhe në shtetet përtej. Mirë po, më trego fillimisht këto performancat e juaja në vende tjera. Cili është perceptimi i tyre, ka shi traditave tona, kur i shohin performancat tona, vallet tona, gjitha këto veshjet tona po ashtu? Drejt në tonë festivalin e fundit, tash në Bullgari, kur e kemi pas, kemi qenë mësafer në komunën e Raskovski, është pjesë Plovdivit në Bullgari, është një ndër qytetet më të vjetra në Evropë, është rënditës si qyteti i 5 në Evropë. Ata na pretën edhe na shku me një gjysë hezetimin, kuptimin asoj që kishëm ftesë speciale me shku për hapjen e një festivalit. E patën një pritje fantastike që na nuk e kemi menu që do të shka. Si pas agjendës tyre, ata janë kujdes edhe në ushqime dhe në fjetje dhe në akomodim me gjithë shka. Po pse kishe këtë dilemë? Sepse jo radhë herë qëllojna në festivalet të mira, të mirë organizuara, se në shtetet për rreth, organizimet dalojnë në 2 forma, janë nga organizatat jo qeveritare se ansamblet dhe atu ku prek dora shtetit, janë pak më ndryshe. Pra cila ndoshta është ma... Po edhe, ka organizata që bojnë festivale fantastike dhe kanë mikpritit madhe, ka komuna që janë pak ma që thona na pak ma kopratse Durrës Shtrëngut, po në këtë festival ku shkum kemi pas pritje fantastike, mirë po ata u befasuan edhe u mahanetin edhe me programin tonë, sepse na ishmi në hapjet të festivalit, njën dhe festivalit më të mëdha që ata kishin. Ansambli ty në përfshin dikon 120 antar dhe grupi jonë i hapi natën hapëse të festivalit kryesor dhe më pas kanë ngaru sigurisht dikon 22 grupe 2 në 3. Mirë po neve u dasht më u kthy mrapa në Kosovë sepse kishim aktivitetin tjetër. Ndërkaq në vende tjera, ku është ndoshta diku ku keni marrë pjesë që ju kalon bresa më shumë? Kroacia ka qenë vitin e kalon diçka që na kalon pa fjalë sepse shkum në shpetun. Në kuptimin e asoj që nëse llogaritëm prej Ilerëve, Dardanëve, i ro që shkum në pjesë tona ku kanë qenë të port, po na shkum të shqiptarët e tonë, të diaspora jonë, edhe kemi pas një mikpritje fantastike, edhe jo për atë mikpritje, po edhe për atë aktivitet mirë që kemi dhonë, si vjetë jemi të ftunë në 2 aktivitete atje, dhe unë jem shumë i lumtur me zisë po presë, si vjetë kom shku me kitë grupën e re, vitin e kalun ka qenë grup tjetër, me zisë po presin edhe këta dhe pse si vjetë i kumë largu pak ma shumë prej procesit arsimor, në kërkoj ndjesë të drejtorit edhe prindve që kanë postë ma shumë aktivitete se viteve të kalun, se kanë orë në një fazë kur duhet me tregu vetën një në vojzat tash pak. Dështë që duhet pak ma intenziv para përgatitje? Po, para përgatitje dhe aktivitete shumë festivale. Ndërkohë, gjatë këti vitit nga këna bo edhe si ansambel, e kemi bo edhe festivalin e Vallës Dyshe, në kodër me festivalin New Burn Kosova,
kemi pas një notë fantastike, kemi mbledh gjitha grupet shqiptare në mbon trojeve kombëtare, dhe që bësojmë në vitin e ardhshëm që ta bëjmë në 2 net, në kuadër të festivalit Newburn, në mënyrë që me sjell vallën ndyshe edhe në trevat shqiptare, po fitus të 3 veneve të para të festivalit do t'jenë garus në mesin e gjitha shteteve që vinë. Kështu që më një fjalë nga viti 2026, vallës dyshe që na i bëjmë si festival, do t'ja hapëm derën ndërkombëtarisht, njerë do t'a bëjmë këtu. Valja dyshe, për gjitha ta që nuk e kanë të qarta, se çka është valja dyshe? Valja dyshe është interpretimi 2 njerëzve, një burr, një gru, 2 gra ose 2 burra. Domethënë është kërcim individual, është valja, nashta me thonë si origjina kryesore e vallëve është valja dyshe, edhe pse valja dyshe me thonë rrjedh nashta edhe nga mallet masive, se në lashtësinë e vjetër dihet si ka ardhur vallëzimi rreth një zjarri të përbashkuar gjithë ata njerëzit kanë kriju valle, se vallja lind me popullin, baras me lindjen e popullit edhe vallja vjen. Mirë, po ndërkohë po shoh cila veshje është kjo më saktësisht? Kjo është veshje kombinune, për shembull xhebleta është... Nuk i përket ndonjë treve kështu... Pak a shumë kështu, për shembull ngjyrat e kuqe e simbolizojnë ngjyrën e flamurit dhe ka këmisht kuqe që vesh edhe drenica, ka këmisht kuqe që vesh edhe pjesë Tiranës, po xhebletat e zeza janë të pjesës e Korçës, po është më shumë pjesë e kombinune e veshjeve për ndër festës flamurit me ardhur deri te një ngjyrë kuqeze. Mirë, po për ndër të festës së flamurit, çdo herë performoni diku, apo më saktësisht edhe sot, si e keni agjendën, pra dua të di si është një ditë e ansamblit, për arsye se reprezenton pra vallet tradicionale shqiptare. Drejt me tonë ansambli ka pas me qenë djenë në Tiranë për shkak paradës të kostumeve kombëtare, po për një defekt atje që ka ndodhur me bashkinë dhe organizatorët të shtanulu, edhe tani folasojnë anasot të mëngjes jemi me ju, në të kundërtin është dashur me qenë në Tiranë. Në aktivitetet tjera i kemi ndaluar në këtë muaj sepse nga hana fillojmë me provat intensive, edhe pse tash kemi, po nga hona fillojmë me provat intensive, se për neve është shumë rëndësi pjesëmarrja në qytetin e Bjellovarit në Kroaci. Atje ka një festival të pakicave. Është festival gjigant, po matë për herë të parë, edhe që është mas interesant janë shqiptarë të organizatorë. Është Unioni Shqiptar në Kroaci, me drejtorin e tyre në Esat Çollaku, i cili po bën një punë fantastike të madhe, bashkimin e gjithë shqiptarët gjatë gjithë vitit, jashtë sezonës turistike, atje ka aktivitete kulturore dhe besoj që kanë arrit gati shumë grupe të Kosovës me shku dhe unë inkurajoj gjithë ata grupet që s'kanë qenë me shku me pa çka është organizimi edhe cila është ajo mikpritja që ata e bojnë, edhe unë nuk dyshojnë ta me ta, po them që aspekt këshyra pse o djetor mund të ketë edhe pak borë, po ne do të shkojmë atë. Mirë, po përmendet që i përket pakicave, ka edhe nacionalitete tjera, pakica nëse mund të im kështu, apo është vetëm enkas për shqiptarët? Të gjitha pakica që në Republikën e Kroacisë janë në këtë festival, edhe kjo është interesant sepse është garus, dhe që kjo na bën më shumë më përgatitur fuqishëm sepse nuk mujna na me shku prej Kosovës në një vend ku ka shumë shqiptar, e ku shqiptarët janë organizator, e na mos me shku me program të mirë, se nuk ban. Mirë, po çka e ke plan, ose çka keni përgatitur më saktësisht për atë festival? Janë përgatitur 3 valle koreografike, edhe me veti do të kemi edhe një orkestër për të cilën do të vazhdojmë në Osijek për ndër festës flamurit. Ne kemi përgatitur 3 valle të cilat e kemi targetin kryesor, Kosovës dhe të Shqipërisë, një kombinim interesant për cilën se në vallet në festivalet ndërkombëtare jo gjithherë për shkak për neve është e bukur edhe vallja Shotës edhe vallja Rrugovës, se na ngjall nostalgji dhe mrana për mrana anim në shpirt. Mirë, po te vallet ndërkombëtare ku ki gart moda duhet fuqi, shpejtësi, domethënë saktësi, sepse vetëm në çat formë ti merr pikë të juris. Mirë, po zotri thaj që përpos vajzave ansambli ka edhe gjinin tjetër edhe gjinin... Po, është me thonë drejtë, tash moshkujt nga mosha 17-18 edhe veç po janë të angazhu në shumicën e rasteve në për puna dhe po është pak problem me angazhu edhe në këtu gjeris për rastin falimderit shumë që e boni që pytje me boni një thirrje të prend. Sërë kom dalë në televizion, kom bëhë thirrje të institucionit për mbështetje, e kësa radhe po bëj thirrje të prend që të kenë kujdes dhe të shtynë përpara djemë që t'jenë pjesë ansambleve jo të na, po ku do që është në për Kosovë, sepse
kam vrejt... Se kam përshtypjen që ndoshta edhe pak i shohim. Pak numëri ty nëse kanë kalu diçka, nështë edhe bota digitale, pak i ka marrë mas vetit, ka fillu një farë gare pëse ti po shkon hala me kostum, deri sot të vojzat kjo nuk qëndran. Do bënd të vojzat, sa kom po, për shambull që marëm shambull qendrën kulturore rrëthmive, ka dikon 1200 vojza numëri i djemve është i vogël, edhe të na është numëri i djemve i vogël, edhe në ansamble tjera, edhe kështu që kësha bo sot tirin, ditën e shajt, ditën e flamurit, ditën e pavarësis, Shqipnis, ditlidin e Adem Jasharit, ju bojthire gjithë shqiptarve që djemë të vetë që i kanë, ti i rreshtojnë dhe ti qesin drejt një ansambli që dhe kanë me dhanë kulturën dhe traditën shqiptare. Mirë po, zotëri thua që kur jemi tek koreografia, nëse mund të them kështu kjo rruga që zgjodhin vallëtarët të jenë pjesë e ansamblit, të kenë udhëtime të shumta nëpër festivalet ndryshme, është ndonjë moshë të caktuar sa i përket që deri ku mund të performojnë ose si? Të jenë pjesë e ansamblit apo sa do që të jenë të fortë fizikisht? Tash, nëse flasëm kush mund mu inkuadru, të gjithë ata që mund me nejtë në kam. Edhe që kanë energji me valëzua. Që bjen prej 5 vjetë dhe në 80-90. Po pra, nuk ka ndonjë moshë saktuara? Nuk ka moshë saktuar, nëse valja është vetë shpirti i mrenshëm, dhe më thonë, vetë energjia, sa do që të je, në qëfar do në gjendje që je emocionale, edhe se shëndetësore, kur vjen tingulli i valës, vetë ju e ka të lidhshmërinë mrena për mrena shpirtit dhe trunit njerit. Kush mund me udhëtu gjithë ata që mund me përballu dhe udhëtimet, po mund me udhëtu gjithë ata që edhe i plotësojnë kushtet paka shumë për prezentim. Mirë, po sa keni përkrajnë nga institucionet për krejt këtë punë që e bëni? Se sigurisht që kur reprezenton pra në një shtet tjetër, rrjedhimisht përfaqëson edhe kulturën, edhe investon ose kontribon për vendin tonë. Sa i përket investimet, dhe me thonë kështu kemi fillu me uzgju nga një amulli, nga një mjegull e mbështetjes financiare të institucioneve. Deri para 2-3 vete kemi posi mbështetje jo të mëdhoja, të vogla shuma që ka njëherë ke thonë s'pe marqë, ato para heqë qabet, nuk po më donë që qashën pak. Viti kalun edhe ky vit është pak ma ingjallshëm. Po ky vit, sipas renditjes edhe sipas politikës, ka pas disa probleme për mos mbështetje, mirë po sido që të jetë jemi kompletu edhe në këto farë mbështetjet financiare, Ministria e Kulturës, Komuna e Graçanicës, Komuna Prishtinës nuk ka arrit me bë si vjet diçka për shkak problemeve të saja buxhetore. Na si ansambël jemi shumë falenderues Ministrisë Kulturës që na ka mbështet ndërtimin e shtëpisë kulturës, to s'kam çara pa përmend, faleminderit shumë ministër Aero Llaçeku, ne investojmë 650.000 euro që pjo bjen këty në trive, dhe më besoj që një inaugurimin e sojna, këta kanë me vazhdu edhe me trashëgu ndër vite. Mirë po, është kosto për ansamblin, gjitha këto performanca, përgatitje, ekipa, gjithë shka tjetër? Është kosto, kemi obligime, po këto edhe në veç drejtoria që shku me imbulu kret, atë pjesë, e kemi pak të losh, po si dhe që të jetë performanca e vojzave dhe djemve, sjellja e çmimeve të mira, në një farë kuptimi e rikuperon edhe atë minusin financiar. Mirë, po bëni përgatitje çdo ditë në ansambël? Apo si keni këto ushtrimet? Varësisht kur e kemi aktivitetin, na kena në kontinuitet gjatë verës, nuk kemi pas aktivitete faktikisht përgatitje shumë të noja se sezona e pushimi, se të villën muaj shtator, planet të tona na i dim nga fillimi vitit ku kemi shku, ansambli i kanë në repertoarin e vetë, kjo grupa i ka dikon 6 valle që i kanë, i refreskojmë edhe kur him fund vitit, ose fillim vitit tashëm, nëse planifikojmë me ndërtu një koreografi, atëre ka punë pak ma shumë, po si dhe që të jetë na këtë trup, tash ka material, ka dikon 6 valle që i ka të regullu. Në vitin arshëm na do të fillojmë me një startim të një grupës të reje, që rrjedhimisht janë edhe familjarë të në vojzave, që ata s'kanë një farë kuptime dhe ka dalin, se e kanë, ja ka motrën, ja ka vllovin, është një farë kombinimi familjar që atave që kanë një lloj brume dhe na vjen pak me punu vitin arshëm, kështu që do të startojmë. Mirë, po sa grupe në tërësi janë? Tash, që kjo është një grupë prej dikun 14-15 djemve dhe vojzave, janë 10 vojza dhe një 5 djem pak ma të rritën, një 2-3 janë pak ma mush ma të vogël se ta. është një grupë që po përgatitet 8 vojza dhe 6 djem, dhe është një grupë para këtyne, që është dikun
8 djem në grupet të ndora dhe 8 vajza, sepse mi moshën 18 tani ata po morën vetëm aktivitete kështu që janë profitabile, që apo din dasma gjona, po kur kemi një udhëtim mas serios një festival që do të me shku me ekipe pak më të mëdha, bashkohen gjithse që ato janë ata, nuk kanë ku shkojnë më larg. Sigurisht, unë ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi t'ju kishim sot në studio, për nderët e festës së 28 nëntorit. Uroj që aktivitetet tuaja, angazhimi juaj të mos dalën dhe të korni suksese për kudo që ju drejtoni nëse mund të them kështu në vendet ndryshme të Evropës. Faleminderit juve, faleminderit televizionit, gjithë organizatorëve që po na japni mundësi me shpalos programin ton. Uroj dhe shpresoj që edhe vitin ardhshëm të takojmë në festa të ndryshme. Unë do të jam i gatshëm gjithë herë atë kur ju keni nevojë për prezantimin e vlerave kulturore në televizionin ju. Jeni të mirë se ardhur çdo herë. Për ne është një dritare shumë e mirë. Faleminderit shumë.